Po, për ata që nuk e din se ku është, gjendet në Hotel Marriott, në katin e 11. Në katin e 11, Marigona Tower, Hotel Marriott, katin e 11. A ka mundësi që të vinë për konsulta, për shembull, e dëgjoni intervistën, dëshirojnë të vinë të shohin shërbimet, të shohin nga afër, në të marrin vetëm ata se çka i nevojitet. Është dikush që i pret për konsulta, për shpjegim të komplet ambientit dhe shërbimeve? Po, patjetër, e kemi një staf kogja profesional që i ndihmojnë klientave rreth shërbimeve tona, i prezantojnë ato në formën më të mirë që është e mundur, edhe i tregojnë rreth shërbimeve tona dhe orientojnë për ndoshta edhe për këshilla që ata janë ku ishin ndihma më mirë, stafi jon ju jep këshilla se ku mundën më tepër me gjetë veten në shërbimet tona. Unë do doja shumë që një nga ditët e ardhshme të jem atje dhe t'ja u sjell shikuesve edhe nga afër se si duken hapësirat, sidomos te pjesa e klaseve të jogas dhe pilates dhe te pjesa e kafes dhe matches që e thash që është një prej veçorive të këtij ambienti kaq të bukur. Dhe mos harrojmë, mund të nxjerr një foto fantastike. Gjatë që na shërben të gjithëve kjo. Është shumë e vërtetë, klasa e jogës dhe pilates e ka baja një pamje shumë të mirë, edhe ndoshta pjesa sidomos e perëndimit të diellit që po bjen komplet në pamjen e klasës, po ja jep klasës një pamje fenomenale, edhe normal ambienti komplet është një ambient i detajum deri në pikën e fundit. Po, në ndërkohë, po besoj në rrjetet sociale jeni të përhapur në Facebook, Instagram e kudo tjetër, i shpërndani informacionet edhe për shërbime tjera që do të vinë, që janë plane shumë të afërta, që ndodhin brenda pak javeve dhe muajve. Po. Aktualisht normal në proces të përgatitjes së shërbimeve, ne gjithmonë kemi qenë të informu klientat për çdo shërbime, edhe normalisht që kemi website-in tonë edhe rrjetet sociale në të gjitha rrjetet, qoftë Instagram, TikTok, Facebook. Zakonisht i gjykojmë shpesh këto vendet që janë shumë luksuze, që janë shumë të bukura, që janë shumë me pamje të veçanta. Çmimet janë shumë modeste dhe janë të ngjashme me tregun. Po, është shumë e vërtet, pavarësisht që ofrohet ndoshta një vend unik, është një vend më i veçantë, çmimet prapë janë të arsyeshme për shërbimet edhe klasat që i ofrojmë. Bravo, se kjo është ajo që dëshirojmë ta ndëgjojmë të gjithë. Jo në fund bisedës, po ndoshta në fillim më dorë për mend, që mos më na ndru kanalin, po çmimet janë shumë të përshtatshme dhe aty me ata se çka ofron tregu me shërbime të ngjashme, por që dallon për nga pastërtia, për nga infrastruktura, për nga profesionalizmi, për nga çdo gjë që është menduar në detaje për rahatin dhe komplet konfidencialitetin e marrjes së secilit shërbim, sepse është një vend që ka një privatësi të madhe dhe që ta ofron një rahati që thamë në shumë shpesh si në shtëpi tone, sepse të tillë ta jep energjinë edhe Cloud 11 Club që është menduar me perfeksionizëm, kështu që duhet me përgëzuar arkitektin kushdo që ka bë. Është shumë e vërtetë. Flanza, unë të falenderoj për informacionet që ndavëm neve dhe unë shpresoj që shumë shpejt dhe të shihemi atje si një kliente rregullt e Cloud 11 Club që do të marrë dhe shërbime që janë ashtu shumëta. Ne ju mi presim me shumë kënaqësi, të jeni pjesë e jona dhe e komunitetit tonë. Shumë faleminderit, mos harro me mprit me një matcha. Patjetër.